Mirëmëngjes, mirë se erdhët miq tek Të jetosh besimin. Sot do flas për shëmbëtyrën e kripës së tokës. Jezusi tha ju jeni kripa e tokës, por nëse kripa humb shijen e saj, me çfarë do të kripëzohet? Krishti nuk tha ju duhet të bëheni krip, por ju jeni kripa. Identiteti vjen përpara detyrës. Por Zoti paralajmëron kripa mund të humbasë edhe shijen. Edhe nëse humb, mbetet vetëm formë, por pa funksion. Kripa në botën e lashtë kishte 3 funksione kryesore. Ruante nga prishja, jepte shije dhe pastronte plagët e të smurve. Kur Krishti na quan ne kripa e tokës, ai po thotë që besimi ynë duhet të ndalojë kalbëzimin moral të shoqërisë, të sjellë kuptim dhe shije në jetë, të shërojë plagët e shoqërisë njerëzore. Një figurë historike që e mishëron këtë të vërtetë është njeriu me emrin Jan Hus, reformatori çek i shekullit të 15. Ai jetoi në një kohë kur feja ishte bërë formë pa jetë dhe pushteti kishte zëvendësuar të vërtetën. Jan Husi refuzoi të heshte, por për këtë u dënua dhe u dogji gjallë. Përpara se ai të vdiste, deklaroi: ju jeni duke djegur mbase një pat, por pas meje do të vijë një mjelm që nuk do ta diqni dot. Jan Husi ishte krip në një shoqëri që po kalbej nga brenda. Ai nuk e ruajti jetën, por ruajti shijen. Nietzsche do thoshte: ajo që nuk ka shije, nuk ka as vlerë. Mloj të ndaj disa të vërteta që duhet të mbesin. E para, kripa ekziston për të tjerët, jo për veten. Kripa jo vetëm jepet ushqimit, por ajo shërben. Besimi që nuk shërben humb arsyen e ekzistencës. Së dyti, humbja e shijes është humbja e identitetit, nuk është çështje dobësie, por kompromisi. Ndaj kur besimi përzihet me botën, ai pushton së qenuri transformues. Së treti, ti jesh krip është thirrje për guxim moral. Kripa djeg plagën, por në fund e shëron atë. E vërteta mund të dhëmbë, por të shpëton. Agustini Hipos shkruante: nëse i krishteri nuk është ndryshe nga bota, ai nuk është më dritë për botën. Shoqëria jonë kërkon tolerancë pa të vërtetën, pajtim pa drejtësi, dashuri pa standarde. Por Jezusi na thërret të jemi krip, jo të tretur, por të dallueshëm. Kierkegaardi thoshte: ti jesh i krishter do të thotë të notosh kundër rrymës. Mbase Zoti sot po na drejton këto pyetje: a je krip që ruan apo krip që është e tretur? A je duke mbajtur shijen e së vërtetës apo je duke holluar për rehatin dhe komfortin tënd personal? A je duke shëruar apo thjesht duke u përshtatur? Ti jesh krip sot në këtë botë do të thotë të qëndrosh për të vërtetën edhe kur është e papëlqyer, të duash pa kompromis, të flasësh me hir edhe me guxim. Ndaj miq, nuk jeni thirrur të jeni turme madhe, masive, por të vërtet, nuk jeni thirrur të jeni të pranuar nga të gjithë, por të dobishëm për shpëtimin e botës. Ndaj me këto të vërteta në mendje dhe në zemër, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Zoti dashur, ruaje shijen e të vërtetës e të besimit tim, mos më lejo që të tretet kjo shije nëpërmjet kompromiseve dhe frikës. Më bëj që të jem një krip që ruan, një krip që shëron dhe një krip që sjell jetë, edhe nëse jam pak, le të jem i vërtet. Bekoj burrat dhe gratë, të cilët janë duke më ndjekur këtë ditë. Bëj që kjo fjalë ketë efekt në jetën e tyre dhe të marrin guximin që të qëndrojnë për ty, dhe të jenë kripa e tokës sikundër ti, i porositat aty janë. Bekoj ata sot dhe familjet e tyre. E lutem o Zot që ti t'i ruash e t'i mbrosh në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i shkurtër i këtij mëngjesi. Mezi pres ju takoj sërish nesër, e nëse meditimi kësaj dite ka qenë bekim për ju, ju lutem ndajni me miqtë tuaj që edhe ata të bekojnë. Zoti me ju.